Mirë, do të ndalemi tani tek zhvillimet nga vendi tek aktualiteti dhe për të diskutuar me mua në studio është bashkuar kolegu Arsen Rusta. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje. Arsen, për të nisur fillimisht jemi ende në një proces numrimi votash, ende nuk e kemi përmbyllur, po për të folur për krimet zgjedhore, vetëm rasti fundit ishte pak minuta më parë nga KZZ-ja e Kasharit, ka patur aty një konflikt, një konfrontim fizik. Çfarë ka ndodhur? Po i kryen verifikime si prokuroria e posaçme, por edhe policia e kombinatit ose prokuroria e Tiranës për të kuptuar nëse ka apo jo një përfshirje drejt për drejt të Ronaldo Rakipit, i cili është deputet dhe kandidat, është ndër fituesit në listë pakën deri në këto momente, në varësi se si do të mbyllet i gjithë procesi. Vetë zoti Rakipi nuk e ka bërë një reagim, por ka një pretendim nga kampi i madh që nuk është ai, por janë vëzhguesit pasi një votë është vjedhur pa drejtësisht. Nga ana tjetër, reagimi zyrtar ka qenë i Partisë Demokratike, duke thënë se na është dhunuar sekretari i KZZ-s Yshekut për shkak se janë lejuar persona të dhunshëm brenda ambienteve. Në realitet, kushdo që ndodhet brenda ambienteve këto ditë në qendra numërimi votash, pasi ato kanë qenë votimi, por një pjesë tashmë janë vetëm numërimi, ka një bedx si vëzhgues, kanë një bedx vëzhgues afatmesëm, afatgjatë, janë po ashtu numërues të cilët ndërrohen hera herës dhe janë, nëse mund të themi, të licencuar ose të lejuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. A ka një filtr të tyre, çfarë background-i kanë, a janë bandita, janë qytetar normal, a janë kriminal? Deri në këto momente akreditimet e KQZ-s bëhen në mënyrë manuale, pra nuk është se bëhet një filtr për të kuptuar se çfarë CV ka secili prej këtyre personave, shtetasve, qoftë që përfshirën në zgjedhje, qoftë që numërojnë apo vëzhgojnë në qendrat e votimit. Për ta kuptuar, është një grusht i cili i shtohet të damkës së zgjedhjeve me integritet të cunguar. Majoranca thotë që deri më tani ka një proces normal dhe janë fokusuar tek numërimi i çdo vote. Opozita thotë që është një proces i cili ka kaluar sa ju kërkojnë ndjesa nga një tren bullgar tek një tren europian me euro të cilat janë blerë votat. Në leximin tim mund blesh vota, mund blesh 5, 10, 100, 1000, por vot masive zor se blen dot. Tani, a ka vend për përsëritur zgjedhjet diku? Absolutisht mund të ketë. Zgjedhjet nuk kanë mbaruar, pasi për të mbaruar zgjedhjet së pari duhet numëroj numërimi, pastaj të dali KQZ-ja të lexojë rezultatin zyrtar dhe para shkosa nuk janë mbyllur zgjedhjet, të gjitha palët bëjnë mirë të presin rezultatin dhe prokuroria, qoftë SPAK, qoftë jurisdikcione përgjithshme, aty ku ka ende numërim, të jetë vigjilente, jo vetëm për të parandaluar ngjarje kriminale si kjo e grushtave, por ç'na vlen grushtat kur votat janë ende në kuti. Ende në kuti pa dalë. Ndërkohë që një tjetër ngjarje ka qenë edhe në Vaun e Dejës, ku kryebashkiaku të Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, është sekuestruar telefoni. Në fakt ka qenë ditën e djeshme, nuk ka qenë sot, më sa ka qenë mesditën e djeshme, ka qenë Byroja Kombëtare e Hetimit dhe oficer policisë gjyqësore, por policia e shtetit, e cila ka zbarkuar në Malsinë e Madhe, në pjesën e Shkodrës, me kërkesë të prokurorit Dritan Prençe, miratim gjykatës. Është një vendim i cili nuk ka vetëm emrin e Kristian Shkrelit, ka disa emra ku është vendosur kontroll banese, kontroll automjeti, sende personale dhe sekuestrimi telefonave. Për zotin Shkreli ka pas kontroll personal dhe sekuestrimi telefonit. Fillimisht ai e mohoi, më pas e pranoi duke thënë se jam i gatshëm të ndihmoj institucionet e drejtësisë për të hequr çdo dyshim, qoftë ndaj tij, por edhe për të zbardhur vërtetën. E vërteta që kërkon SPAK është se sipas tyre, zoti Shkreli është përfshirë në një mekanizëm të korrupsionit aktive pasiv në zgjedhje, duke ndikuar tek zgjedhësit. Përveç vërtetës, PSD-ja në zonën e Vaut-Dejës ka patur një rezultat pozitiv, e ka patur nga qytetarët apo nga një mekanizëm, këtë mbetet ta thotë qoftë KQZ-ja apo qoftë institucioni i prokurorisë posaçme apo kushdo që po kryen hetime, por SPAK po i kryen hetime ndaj zotit Shkreli dhe jo vetëm si një prej subjekteve të dyshuar të përfshirë në mekanizmin që PSD-ja ka mundur të sigurojë vota. Nuk është vetëm në Vaut-Dejës, ka patur kontrolle në Tiranë, një prej kandidatëve, Bertona Xhiu, mos gaboj, është sekuestruar telefoni, në qarkun e Korçës, familjarëve dhe të afërmëve të një prej kandidati është sekuestruar telefoni, është shtruar më pas kontrolli banesës dhe i automjeteve.
Pra është një listë gjatë me diku këtë pak të deri në këto momente, afër 30 persona në gjithë Shqipërinë. Patën një vendim gjykatës posaçme ku babajnë e Limonera Bozhës e la nga arrest në burg në arrest shtëpie ditën e djeshme dhe sipas pak dy prokurorëve Doloreza Musabelli dhe Sotir Klapi, ky subjekt u arrestua për shkak se ishte i dyshuar se blinte vota për logon e PSD-s, por për llogarit vajzës së tij që ishte kandidate, e cila nuk fitoi. E qartë, mirë, Arsen, ndalemi edhe tek një tjetër zhvillim që vjen nga SPAK të herë, ka mbyllur hetimet për Suel Çelën dhe 10 të pandehur të tjerë të dosjes së tij, për çfarë episodesh bëhet fjalë dhe për ta shpjeguar më hollësisht. Është një grup kriminal i cili sipas prokurisë posaçme nuk është një grup unik, pra është një grup i ndarë në disa pjesë, pra secili punon për llogarit vet. Po të shikojmë për shembull te ky grup dhe te ky njoftim janë 12 subjekte, mes tyre është Florent Shapja dhe Suel Çela. Pra, mjafton të shohësh lajmet, pa parë edhe dosjet e SPAK që shpeshherë i kundërshton, i klasifikon e kundërshtar. Këta dy janë kundërshtar mes njëri tjetrit, por SPAK i fut në një grup strukturuar kriminal i cili sipas SPAK kanë siguruar mjete, kushte, prova materiale për të kryer vrasje, për të kryer tentativa vrasje, për të arritur në grabitje dhunshme nëpërmjet ushtarëve të cilët i kontrollonte Talo Çela dhe Nuredin Dumani. Këtu deklarimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë, por edhe komunikimet e Sky Encro kanë arritur të zbulojnë se këta shtetësi ishin përfshirë në një ombrell, por secili për llogarit vet. Për shembull, Ervis Martina ishte përfshirë për ekzekutimin e Ndridokles, thot SPAK, janë ngjarje që datojnë 2022 deri në 2023-2024, janë dokumentuar, janë 2 vrasje, janë 3 tentativa vrasje, 4 grabitje të dhunshme, të ndodhura më shumë se sa dhe një dekadë më parë, po zbuluar më pas nga deklarimet e Nuredin Dumani. Është një ndër procedimet që këta kanë, nuk është i vetmi. Florent Shapja ka ardhur pak kohë më parë nga Dubai, do të përballet me drejtësinë tashmë, masa e sigurisë u konfirmua arrest në burg. Shteti pretendon që e ka ekstraduar, ai vetë, por jo vetëm, të gjithë të ardhurit nga Dubai pretendojnë që jo vetëm nuk janë ekstraduar, por shkelur ligji me ta, disa kanë ardhur vetë, disa ende nuk ka një praktikë të qartë juridike. Por është një grup kriminal i cili deri në këto momente SPAK e heton paktën pa Florent Shapën, i cili u bashkua, pjesa tjetër është në mungesë. Ervis Martina është në mungesë, Talo Çela është në mungesë, Suel Çela është në mungesë për shkak se nuk janë mundur të gjinden. Ndërkohë, Arsen, nga dëshmitë e Nuredin Dumanit, çfarë të rejash janë mundur të zbërthehet? Nuredin Dumani është si një bibliotek krimi, kush prej prokurorëve ka nge të shfletoj aty. Pra është ky Chelsea? Gjen krimet pas bardhura, gjen krimet të cilat ai herë i kujton, herë i si kujton, herë i kujton në mënyrë të pjesshme, herë përputhen apo s'përputhen me provat. Palët e përfshirë në këto proces kërkojnë që deklarimet e tij të shpallen pavlefshme pasi ai gënjen, por nga ana tjetër edhe ballafaqimet që ai ka patur ka rezultuar që SPAK i ka marrë për bazë deklarimet e tij, duke i provuar edhe me prova tjera. Por gjithsesi rrëfimet e Nuredin Dumanit janë ende në fillimet e tij. Pastaj nuk është i vetmi, përballja me Eriona Libein, po ashtu ka sjell procese të shkuara drejt ngjarjeve të tjera. Do të vazhdojnë këto procese, do të vazhdojnë edhe për te mandateve që kanë prokurorët e SPAK, që aktualisht SPAK ka një mandat pa fat, po vetë prokurorët që janë pjesë e këtij institucioni kanë mandate 9 vite, deri më tani thuajse 5 vite janë plotësuar, po janë plotësuar me hetime ose mbyllje hetimesh. Imagjinoni një përballje gjyqësore, një gjyq normal, jo një gjykim i shkurtuar, sa do zgjasin gjetja, për shembull nëse mund ndodh e Talo Çelës, gjetja nëse mund ndodh e Ervis Martinait, apo arrestimi i Suel Çelës, i cili vijon të jetë në kërkim. Pra, këto procese do të jenë të hapura shumë gjatë, por a do të vijojë të flas Nuredin Dumani, ai vazhdon flet duke hedhur dritë edhe për ato çka vetë prokuria nuk i di mjaft raste kur ai përballet me subjektet apo i shokët e krimit që ka pasur dikur. Arsen, faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Kënaqësi.